protestës parë. Duke qenë kështu, mërgata jonë që jeton në Kroaci, ka vendosur që me organizu një protestë atje, pra për këtë qëllim me qëllimin që i kemi pas për 5 protesta tjera, pra me jovu kundër kësaj padrejtësie që po ndodhen në gjykatën speciale. Duke qenë kështu, edhe ne kemi mbështet, ata e kanë marrë për detyrë, do të thotë me kujdes, qoftë për kërkesën, për lejen, për mbajtjen e protestës dhe për gjëra tjera që kërkohen. Prandaj ne kemi mbështet mërgatën tonë dhe po besojmë që ka me pas pjesëmarrës nga gjithë Evropa, po edhe me larg, sepse të njëjtën gjë kemi pas edhe në protestat që i kemi organizuar më herët. Kështu që ashtu siç e thatë edhe ju, në ora 5, data 5, ditë e diel, në qytetin Zar, që institucionet e Kroacisë ata i thojnë Zadar, po ne shqiptarët jemi mësuar i thonë Zar, do të bashkohen të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë dhe që kanë mundësi me kundërshtu padrejtësinë që po ndodhen gjykatën speciale kundër ish-kreve të UÇK-s. E qartë nga jo që po e thoni pritet të jetë një protestë madhështore e madhe në organizim me një thirrje të vetme pra liri për ish-krerët e ushtrisë qërimtare të Kosovës, apo jo? Po sigurisht po, duke pas parasysh edhe protesta tjera që i kemi bajt